Spanja, për shembull, I mohoi një bazë, apo që Franca vuri kufizime, edhe Mbretëria e Bashkuar pati disa lloje kufizimesh që ata vënë. Italia gjithashtu. Kjo ishte me vërtet dika shokuese dhe zhgënjyese, sepse nuk ishte që SBA-t këmbgulën që këto vende të merrnin pjesë. Trumpi e kërkoi, por kjo nuk ishte me vërtet gabimi në pikpamjen time. Gabimi ishte mohimi ndaj SBA-ve, I përdorimit të bazave dhe hapësirave europiane. Dhe nuk e kuptoj dot këtë dhe besoj se kjo ishte diçka e gabuar, veçanërisht kur Irani sulmonte fqinjet vende të gjerit, kur në të vërtet ata ishin neutral. Dhe BE-ja thjesht vetëm kritikonte Iranin, por dhe pavarësisht kësaj, disa prej vendeve kryesore europiane mohonin pikërisht vendet të NATO-s, që po I mohonin pikërisht hapësirën dhe mundësinë e aftësive. Mendoj se kjo është një krizë shumë serioze në marrëdhënie transatlantike. Nuk po e them që SBA-t do të dalin jashtë NATO-s, por mendoj se ky ishte një test serioz. Mes krisjes së raporteve me aleatin kryesor SBA-n, Europa duket edhe më ekspozuar ndaj pasojave të luftës. Bllokimi I Hormuzit u reflektua në rritje të menjëhershme të çmimeve dhe nuk kanë munguar as kërcënimet për sulme. A mendoni se Europa mund të bëhet shënjestër e Iranit tani? Mendoj se Europa duhet të shohë që në lidhje me kërcënimin që Irani ka, nuk po them që do ketë sulme terroriste apo sulme me raketa, dhe që Irani dërgoi në fakt një sulm me dron në Kipër. Por rrezja e këtyre raketave me rreze të mesme e ka dhënë pikërisht mundësinë për të shkuar deri në Londër për sa I përket rrezës së veprimit të raketave dhe sërish Europa duhet me vërtet t'i japi besim SBA-s dhe Izraelit që po përballen me këtë kërcënim serioz dhe që po I ekspozonin pikërisht ato raketa që iranianët qëlluan në bazën Diego Garcia, 4.000 kilometra larg. Pra, kjo do të thotë që rrezja e veprimit vë shumicën e Europës serioze nën kërcënim. Dhe kjo është diçka kritike dhe besoj që shtetet europiane ta kuptojnë kërcënimin pavarësisht se sa të inatosur mund të jenë me SBA-n që nuk u konsultuan me ta. Mendoj se është e menjëhershme që duhet të njohin pikërisht kërcënimin e vazhdueshëm të Iranit. Profesor, në mesin e zhvillimeve të vrullshme gjeopolitike nëpër botë dhe Ballkani duket në udhkryq, është folur edhe për mundësinë që Shtetet e Bashkuara të tërheqin trupat nga rajoni I Ballkanit perëndimor mes pakënaqësive ndaj NATO-s, përfshihen këtu dhe trupat e KFOR-it në Kosovë. Çfarë do të thoshte kjo për stabilitetin rajonal dhe veçanërisht atë në Kosovë? Nëse SBA-t do të tërhiqeshin nga KFOR-i, mendoj se kjo do të ishte një gabim shumë I rëndë dhe sigurisht shpresoj që SBA-ja të mos ta bëjë këtë veprim dhe kishte një takim sot me ministrat e jashtëm prej vendeve ballkanike dhe unë specifikisht e ngrita këtë pyetje për sa I përket potencialit amerikan që të tërhiqet nga KFOR-i. Në fakt do të ishte një gabim shumë I rëndë dhe këtë e kam diskutuar, e kam ngritur me zyrtarë të Departamentit Shtetit dhe me antarë të Kongresit. Kam shkruar gjithashtu dhe një letër administratës, sekretarit Rubio, për këtë çështje, duke ngritur pikërisht këtë çështje dhe duke I kërkuar administratës që të mos heq trupat nga KFOR-i. Por me Trumpin asnjëherë nuk I dihet se çfarë saktësisht do të bëjë,